Big Mama e përlotur në homazhet për Shpat Kasapin. Këngëtarja Big Mama me lot në sy ka qenë gjatë seancës homazheve për këngëtarin që ndrojet në moshën 40 vjeç Shpat Kasapi në veshur me të zeza. Big Mama po pret për ngushëllime të pranishmit. Shpati ka qenë një mik i ngushtë për Big Mamën dhe dhimbja e humbjes është e jashtëzakonshme për të. Ky moment i prekshëm tregon lidhjen e fortë dhe miqësinë e veçantë që kishin ata dhe përkujton gjithashtu shenjën e pashembull të dashurisë dhe respektit që ata ndanin me njëri tjetrin. Homazhet për artistin po zhvillohen në Pallatin e Kulturës në Tetov, ndërsa ceremonia e varimit do të mbahet në orën 12 në varrezat e qytetit.